A jena gati? Ali Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë me podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Selam aleikum shikues të nderuar, vazhdojmë ne çdo javë nga një podcast, kurse këtë radhë kemi hoxhën e nderuar në Xhatceka. Mirë se erdhe hoxhë nderuar. Mirë se gjithë. Si jeni, si po kaloni? Mirë, alhamdulillah, kalem pak në zef, po mirë, alhamdulillah. Alo më nxehtë, Allah na ruaj. Nxehtë, Allah na Hoxh, kjo lufta që ndodhi mes Iranit dhe Izraelit, debati i madh në për rrjetet sociale, shiat, suni, kush janë shiat, çka janë shiat. Edhe detyrimisht tash ta bëjmë një podcast me temë kush janë shiat. Dhe që shikues ta kenë qartë, kupton. Andaj si për fillim si pyetje e parë që kisha pas dëshirë me ta parashtru, këtu i kom nënvëzu disa pyetje. Domethënë kush janë shiat ose çka janë shiat? Shiat e kemi dëgju, domethënë njerëzit dënjerë edhe i ngatrojnë me disa grupacione tjera. Shiat e kanë startin apo i thonë emrin shiat, domethënë ndihmues, dikush që ndihmon dika. Këta e ndihmuan Aliun radiallahu anhu sipas tyre. Andaj nëse e shohim në historinë islame, njihen si shia, njihen si Ithna Asharia. Kjo nga se besojnë në 12 imamat. Ithna Ashari vjen në gjuhën arabe 12 imama. Duke filluar me Aliun radiallahu anhu, edhe 12 ata të cilët i kanë njerëzit e vet, të cilët i kanë bërë sipas bot kuptimeve të tjera. I shenjtojnë domethënë. Po, ose dënjerë përdoret imamia. Imamia. Andaj nëse e shef konotacionin në historisë së shiizmit, edhe ulemat dietarë të moçëm, kur flasin për ta, e tregojnë se si në fillim ka nisi lëvizje politike. Pastaj me kalimin e kohës ka marrë edhe ngjyra fetare. Mirë po starti, siç tregon Ibn Hazmi, Imam el-Ghazali, i moçmi, të gjithë ta tregojnë se starti i këtij sekti, këtij grupacionit islam, që ka bën hise në pjesën e islamit, do të thonë llogaritën si musliman, mirë po firka apo sekt e islamit të cilët devijun nga rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si shtyllë kryesore të këtij sektit e kanë pranimin e Imam Aliut si halifi i drejt para Abu Bekrit, Omerit, Uthmanit radiallahu anhu. Andaj edhe kur shkon tek Zainul Abidin, i cili mohoi ta ketë si përparësi t'jap Aliut dhe Omerit edhe Abu Bekrit, atëherë rafadu minhum, u largun për ti, dhe për këtë arsye mund ta dëgjoni shpesh rafidit. Kjo është ajo fillimi dhe starti i këtij sekti, çka llogaritën musliman në sferën islame, edhe pse me parë në realitet në histori, dëmët më të mëdha që i kanë ardhur islamit nga aspekti i sekteve dhe devimeve të ndryshme të besimit islam të pastër, kanë ardhur përgjithësi prej fitneve të shiave. Po, domethënë këto kanë dashuri të tepruar ndaj Aliut radiallahu anhu. Shkaku? Këto e teprojnë në lavdrim dhe Aliut radiallahu anhu, dhe për këtë pejgamberi sallallahu ka thënë la tatruni kema atratin nasara ibn Maryam, mos më lavdroni tepër sa që e kanë lavdruar aq tepër të krishterët Isaun e birit të Merjemit. Derisa nëse e shef, këtu ka dhe diçka tjetër, nuk mund të shtojmë krejt me një si me thonë, ki shia për atyre që më të cilët nuk janë qaq ekstrem ndaj teprimit në disa çështje të besimit, siç ki e Zeidit e Jemenit, domethënë tek Zeidit e Jemenit e ke edhe Imam Shaukani,
Ke edhe Subulus Salam, që ka është libri i një autorit cilë është prezidive. Mirë po, këta dallohen sepse këta e marrin fen në Koran edhe në Sunet. Bilet të këta Zedit, bilet të këta është ndalume me thebizmi. Të marrish dhe një mendim të një djetarit ose diçka tjetër. Pa tjetër duhet bësh ijtihad me atë mundësinë tënde. Për këtë arsye, siç ka thënë edhe Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah në kontekst të sufive kur e kanë pyetur, ka thënë kështu: kanë të mira, kanë edhe të këqija. Ka prej tyre që falin namaz natë, bëjnë ibadete të ndryshme kështu me radhë. Mirë po kanë disa deviacione që i bëjnë dëm Islamit dhe nuk janë në suazën e rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj çati du me të Aliu radiallahu anhu. Këto mas shumë ti Aliun e cekin e përmenin, domethënë. Pejgamberi Muhammed shumë pak e cekin. Po këtu e kemi ne shembull, nëse shohim edhe si me thënë, referencat e Islamit të këne muslimant, ne themi sunit, sepse Islami është një. Këta kanë dalë pastaj si sekt. Referencat e Islamit janë Kurani, Suneti, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse shofish te këta, të thonë Kurani. Mirë po, Kurani i cili bëhet tefsir, komentohet prej imamave të tyre. E një prej imamave ma i rëndësishëm të këta është Aliu radiallahu anhu. Në qoftë se tefsiri nuk është, Kurani nuk është i komentuar në bazë këtij, atëherë nuk i japin shumë rëndësi. Prapë edhe një herë them, nuk do të thonë çka çdo herë të kretë sektet të shiizmit janë të njëjtë. Kjo për tyne që kanë më ekstrem. Më që hajde që të folmi pak ma shlirë. Namaz a falin shijat? Po, namazin e bëjnë. Sikur ne? Namazin nuk e bëjnë. Si në shembull ma që ka dallohen ato, dallohen se rrallë del imami i tyre, imam. Pse? Nga se këta pretendojnë se prej akides së tyre kanë çka imami është fsheh dikont. Ose thujnë çka është me një farë shpellë sardap. Dhe ka disa prej tyre që shkojnë e presin deri në akşam, ai nuk del. Dhe në qoftë se imami nuk është prej Elubetit, familjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë nuk e konsiderojnë si adekuat për të qenë imam i tyre. Andaj unë dënjerë më ka ndodhë rastit të heci edhe në për pjesën e Iranit, kom qenë edhe në Teheran, dhe i kom vërejt që ka pritëshim namazin e sabajt, që më namazin e sabajt u falë ke bashkë në lindje delit. Ne kemi të ndalum në ato, të falim namaz, ato në qëtë kohë. Po që ishte më interesante ishte se shëmull të ato Husejnijate, ju thujnë, nuk ju thujnë gjamia, si ne, nuk shifshe imam. Thënë, gjithë kush e falë ke vetë. Pa gjemat, Po, pa gjemat. Interesant. Rrallë mund të shofish në disa raste që ka dele imami kër ndodhin këto krizat politike që ka i shofim, dalin dhe njëherë dhe për ndryshe. Pas ka qenë të Teheran. Vetëm se kanë edhe diçka tjetër, shumë. Këtë janë pak çështje ma si thënë, terciale, namazet i nxesin. Në udhtim apo pa udhtim, edhe kur kom qenë, domethënë atje kom pa që ka nxesin, drekën me qenin, akshamin me yatsin, sabajin e falin çat kohë që thash. Metoda e kryen elhamin, domethënë edhe ata si ne. Kryen një pjesë të Kuranit, pastaj bin në ruku thënë Allahumma salli ala Muhammed wa ala Ali ve atë çka. Alijen po e përmendën. Po bin ruku sejdë dhe domethënë atë çka kanë në fund, pas japin selam. Mas jam se im shojmë. Në Mekë kum po disa pretendojnë që i mallkojnë sahabët. Unë e ku pa në Mekë në Medinë shembull edhe në Saf, në rinë bashkë me safin e muslimanëve çdo herë i shef ma anësh. Në sejdë kur vinë kanë si një gur duket, a? Në sejdë kanë i thënë një guri Husejnit. Shkruan aty disa lutje. Edhe atë kom qenë atje ta ofrojnë si shenjë deri, unë i thash jo sa shëndeja më në fitë. Për shembull, atë kështu me si shtremt kur u falsh ti në Teheran? Nuk ishte, po Teherani dallon në atë kontekst sepse ka vetëm se Husejnijat. Husejnijat. Mesgjid apo xhami, si kemi ne, domethënë të sunetit që ka me imam me asi.
edhe plus në zonë që atë Ali Veliullah që ka shtojnë. Po. Këto janë ato ceremoni që ka dallen shumë. Prej neve. 4 mëthebeve në përgjithësi. Po, da, po. Vesh interesant. A kishte më intereson kur je kon në Iran, domethënë, a kishte si ishin kështu iranianët shia, domethënë, me sjellje? Po, qofse shofish kështu në aspekt popull janë si lloj mbretërie, ti themi edhe. Mbretëri. Dhe kur ka mbretëri, populli nuk mirët me politikë. Do të thonë, as që intereson. Populli janë krejt jashtë sistemit se çka bën, si më thonë, që kanë bërë revolucioni islamik Po, da, po. i Humejnit. Po, da, po. Nuk ka të bëhet diçka me... Mirë po edhe tek populli, si tek ne sunit që ka njerëz të cilët nuk janë kërkundi me fen, edhe që ke E dhe qartë. njerëz, si me thonë, Me fenë e një tyre, gjahil, Po, da. s'ka njohuri rreth fesë. Referencat e shijave, ku bazohen ato, sigur, a janë si të ne sunit? Tu këto kanë di probleme, që ka fillova pak të tregoj, do të thonë, çdo herë mundohemi tek ato vjet e trasha, si me thonë, dallimet Po. ku janë ti njohim se nuk do të thonë çdo herë pamja se si e ka ose veshja, Po, da, po. sa ka dallim itikadi besimit. Pika e parë do të thonë Kur'anin e shohin e pranojnë si argument vetëm në qoftë se tefsiri, komenti i atij ajetit vjen prej imamave. 12. 12-ve ose atë çka shohin ata prej dietarëve të tjerë. Sidomos tek imamat ngulin kam. Kurse sa i përket ne çka i kemi suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Hadithet. hadithet nuk e pranojnë Buhari, Muslim, Tirmidhi, Nesai, Ibn Majah, këto që janë koleksionet më të sakta, të Imam Ahmedit, të Imam Malikut e kështu me radhë, edhe pse ka shumë përpos atij në 6. Këto e kanë i thujnë sunetin e llogaritin si riwaja. Riwaja anil e imme, Çka do të thonë? transmetimet e imamave. Do më thonë, nuk intereson shumë ma është hadith ose çka është, në qëfëse ka thonë imami, ato 12 çka janë, Çka i shenjtrojnë? e shohin shembull Aliun radhiyallahu anhu, Hasenin, Husejnin, këtë Po ja kam këtu në listë. Zejnul Abidin, Zejnul- janë do më thonë 12. Nipi i Aliut. Po, Gjaferin, edhe këto i shohin Këto çka thënë për ato Po, është fe. mirë po problematika ekziston se në qoftë se i shofish këto rivajete, transmetimet këto nuk kanë shumë esencë. Po nda. Në qoftë se marrim tek ne muslimanë, transmeton shembull Buhariu, prej Muhammed ibn Muthannas, Muhammed ibn Muthanna prej Zinxhiri i pasti, studiumi. prej Hasan el-Basriu, tu sa i tjetri prej Ebu Hurajres tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë, këtu i kje kristal, pasta. Kristal, po. A të këto nuk ka, veç ka thonë, thot. Edhe në qëfë se e shef kështu në përgjithësi, si kur folin ato, imamat e tjere shef se a i fokusohet veç të thosin një fjalë, nuk intereson sa është sa i, a është e vërtet, apo nuk është Po, da, po. e vërtet. Andaj, prej librave ma shumë që ka i përdorin është libri El Kafi, El Kafi. o një tjetër është Nehgjul Belaga, njënën e ka shkruajt El Kafi këtë Kulejni, këtë tjetër Ibnul Hadidi, këtë librin Nehgjul Belaga, dhe këto i kanë si referencë në kuptimin e shiizmit apo transmetimeve të hadithit. Unë se dia du me cek kështu, shijat, gjunohet çka i ne i dina, gjunohet e mëdhaja, zinaja, vrasja, që i dimi, 7 gjunohet. Te shijat a janë njëjtë këto gjunohet? A është e lejuar me pi alkool? Edhe ato i kanë. Edhe ato i kanë, do më thonë, këto janë pjesa e ditë që thimi në fik llogaritën muamelat, Po. veprave. Në qoftë se e shohim, do të ndalem pak tek bindjet kryesore të tjera. Po, shembull, po. Një prej tyre e kanë tauhidin. Shembull në tauhid, Po, bindjet e shijave, po. në tauhid shembull e kanë besimin në Allahun një. Si kemi ne. Ku e kanë atë devijimin? E kanë se e lejen të vesulin. Edhe shkruajnë tek librat e tjera, këtë thot nuk e pranën Ibn Taymija, Ibn Bazi dhe këto tjerë, thot ndërsa tek ne shijat, ne nuk i adhurim ata njerëzit e shenjtë apo ato vorret, këto thot na afrojnë tek Allahu dhul Xhelal, njëjtën të cilën ka pas mushrikët e Mekkës, Subhanallah.
E zotat e tyre. Në qoftë se e shohin diçka tjetër këtu, e vërrejmë se prej të shijat vazhdon kjo punë tek një pjesë e sufizëve. Po, dhe. Çka i madhrin vorët e kështu me radhë. Luten ati që ka në vorë. Krejt esenca do më thonë rrjedh për kësaj, kuptimi të uhidit, të këta është kjo. E di të shembull e kje këtë nubuve. Që është në buve? Nubuve i vjen pejgamberllëku. E pranojnë pejgamberin sallam edhe imamat e tyre kanë thënë pjesë të Pejgamberllëkit. pejgamberllëkut. Diturinë të cilën e marrin prej pejgamberëve. I thënë edhe kanë një fjalë ilmul ledani, e marrin prej pejgamberëve. Çka bie këtë kundërshtim me ehlusunetin apo me sunit. Me atë kanë ditën e kiametit, adel, Allahu është i drejt dhe nuk u bon keq tjerve, edhe pika kryesore e tyre është imame. Dhe më thonë, pa tjetër, duhet të pranohet Aliu, Karshi Ebu Bekrit edhe Omerit radiallahu anhu edhe Uthmanit radiallahu anhu. Shifi, këto në ti tregoj si ne që i kemi këto, amen të bilahi, 6 Po, dhe? kushtet e islamit, besimin e Allahun, besimin e melekt, librat, kitabet e Zotit, pejgamberët e tij, ditën e kiametit dhe ditën e ringjalljes, Po, edhe kada dhe kaderi. po. Ne kemi 6. Po. Që fësi i shef që mu të 4 me thebe, të kretu ulemat, këto janë që ato. Po, po, po. Shive dallimi i madh çka del me këto. Me shien. E kanë tauhid, nubuve, me atë adel imame. Kret që fse pjetë dënjonin për tine, për imamave të tyre, kur e pjetë se çka është më rëndësishme për shijat thot është pranimi i Imam Aliut, Karshi Ebu Bekrit Omerit. Pranimi si çka? Pranimi si Halife i drejt. kalifi i drejt. Kejnëse si pas tyre, ja ka marrë Ebu Bekri dhe Omeri me padrejtësi, që nuk është e vërtet, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çdo herë thot, në ditën e Enesit radiallahu anhu, ka hi thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Ebu Bekri, Omeri dhe Uthmani. Dhe unë shpesh e përdecoj këtë, pse me shijat është problematik, sepse në qoftë se njeriu më i mirë pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kush është Ebu Bekri? Po, dhe. Në qoftë se ai nuk e don Ebu Bekrin, mua dhe ti ai kur një varlidhje nuk na Pse është kjo unë kom dëgjuar se edhe Omeri radiallahu anhu e urrejnë shija çu. e urrejnë edhe domethënë edhe e mallkojnë. Pse? Sepse pretendojnë se va ka marrë hilafetin, atë e kanë atë imamllëkun. Po. Domethënë ai i cili e haqqu bil imam e meriton të jetë imam. Sepse thamë është pjesë e besimit, va ka marrë Ebu Bekrin. Andaj në këtë kontekst që më të shohësh dënja, edhe bila edhe në Medina që i kom pa duke gjujt me këputu se me diçka tjetër. Ka vori Ebu Bekrit edhe Omerit, do të thonë, kjo me të vërtet bie ndesh me atë historinë islame dhe me atë bagazh të madh të cilin e kemi në islam pa marrë parasysh. Këto janë disa njerëz shenjat të islamit të Ebu Bekrit dhe Omerit që kanë ngel në histori. Dhe këto janë njerëz që nuk duhet të preken, a këta prekin edhe këto. Po, dhe, po. Hoxhë, në gjatë revolucioni islamik në thojzën në vitin 1979 dhe lidhja e shiizmit me këtë e shiizmit me Iranin, domethënë me këtë revolucion. Domethënë këtë çka është ai përpara se të na Ayatollah al-Khomeini, Ayatollah vjen shenja e Zotit në tokë. Emrat i kanë ndryshe. Mirë po këto i kanë si lagape, që Po, në po. 1978. Po, 78. Erdhëm ditë të kjo bashkohorja. Të ka diçka interesante, se në qëfë se shofish atë revolucionin islamik, që ka nis Khomeini, 1978, 1979 hi në Iran, ki dhe më thanë bën një revolucion me emën islamik. Në fillim, në start nuk e ka pas se është shia, apo se është i sekte Ithna Asheri. Ja, prej sekteve, se me thanë, ma ekstreme islame që ka sot e ka Irani. Apo thanë, bisedohet që është shtetëror. Po, dhe, po. Që e manë shteti. Po. Nisën me këtë pretekst islam, mas në ko, më njëherë, librin e vetë të cilin ne ka hukumën islamie, gjykimi islam, edhe fut në kushtetutën e saj, dhe me thanë, shiizmin, shteti shëndrohet
për të kësaj ditë 95% më themi shia, edhe pse e stërmadhen këtë numër dhe njerë, ka në atë pjesën naltë që janë kje sunit, që është pjesën naltë në kufi me Pakistanin, edhe nuk kanë ku një farë drejte, me po e pjesën është me të vërtet Po çfarë do të më thënë sunit në Iran, si kanë drejt? katastrofë që në aspektin ekonomik. Që se shkysh pjesën e Teheranit është më i zhvilluar, si ka më shumë turist. Ajo pjesa e me të vërtet ishte katastrofë, do të thonë se pjesa e Turqisë, ne që thëshim Shivani ato filmat që bile ma katastrofë, mund të themi ishte. Një fjalë interesante ka që ka thot në gazetën Le Monde, Khomeini, thot sunduan Emevit, Abbasit, Osmanlit, tash të është koha e jonë për të sundu botën islame. Dhe pre asaj kohë, dhe më thonë, shofim ajo që ka i del, si me thonë, edhe në sustret në dimë, së të Gazës janë shijat e Iranit. Po, dhe interesant. Dhe shpesh unë bisedim me njerëzit thënë që këta ne sunit, ne kurxon. Me po në organizim janë më të organizuar se sa sunit. Sunit janë pak ma derdhet, ma që ka të përderdhet në politikë. Po. Bile ki raste dhe këtu të ne, dhe më thonë, ki që kanë shoqata, që kanë fundacionet të ndryshme, kanë pas, dikur e kanë pas edhe të Eranin, edhe në Shqipëri edhe këtu. Po. Janë rast ka smosi, në luftën e Bosnës, në Kosovë, sen kanë tentu. Po, bile edhe në medrese ka pas raste shumë, edhe në medresën e Kosovës, edhe këtu të ne. Shkojnë në atë metodë diplomatike që ka nuk vëren se që ka. Mirë po me kalimin e kohës, vëren se është diçka tjetër. Andaj, në qëfë se dikujt dëshiron t'i dalish zot, rridërin fund. Me shofim rastin shumë të që kam këta nisi i ndimun kënjë se Hamasit, e vranat përfaqësuesin e tyre në Teheran, tjetre kur të shofish, e vëren që ka sot nuk ju dalin zot. Që nisish luftën që ose thin deri në fund. Mos i lëmë vdek për bukë. Ose qëtash kanë ngel thotë jo, unë mbroj territorin tem. Për momentin, edhe pse nuk dihet politika që ka mund ndryshojë brenda kohës. Mirë po, rasti kur i ka dalë mas Kucit Salaudin Ejupi, ka qudër në fund. Edhe nuk ka bo masakra të trishta që mos i kanë bo kur kanë ardhë krishterë. Të kanë bo edhe masakra kur kanë kalu ka pjesa e këtine, jo katolikëve, po pjesa e ortodoksve. Jo me një. Mos pyet se çka kanë bërë me muslimanët ose me fe tjera. Për këtë arsye i vetmi çka e ka ndihmu në atë kohë, domethënë çlirimin e Kucit është Salaudin Ejupi. Por në qoftë se duam të vijë Salaudin Ejupi patjetër të përgatitet terreni. Dikush për këtë Nureddin Zenki ka punuar të 50 vjet, vetëm se kurora e çlirimit të Kucit ka ardhur në kohën e Salaudin Ejupit. Andaj në qëfë se presin musliman që ka për e tyre të qlirohat atërë e zesdi. Skope aty. Kjo mund shkjo e virale, me shumë koment. Hoxha, debatet suni-shia më të njohurat, cilat janë? Njani që ka shkrujt shumë për këto me libra, edhe se kur vjen punë e leximit tek në shqiptarët pak lisht jemi ka leximi, ndaj thuhet kur ka dalë Osmanlia prej këtyre vendeve, ka thonë si të dukur të shqiptarët. Edhe thuhet që kanë thonë bumilet kitapsës. Ki popull se do leximi. Për këtë arsye, nëse dëshirojmë të kemi pak forcë, ambicia të ngjallet, ndryshoje populli patjetër të lexojmë. Është edhe një fjalë arabe që thotë Ikrau tarikha idh fihi al-ibar dalla qawmun laysa yadrun al-khabar. Lexojnë historinë sepse në histori ka mësim ka humbur një popull i cili nuk e njeh historinë e vetë. Ate e shofim edhe tek ne shqiptarë, që kemi problemet mëdha me saktësimin e historisë. Jo veç dikush e ka thonë, patjetër në histori duhet të kesh fakte. Ai cili nxjerr më shumë fakte, ai e shkruan historinë. Si të qoftë. Pyetja ishte se debatet më të njohura që kanë ndodhur. Botën islame, një e ke domethënë Ihsan Dhahir,
libri është Shia Suni. Ki çdo herë ka bërë në mënyrë të dialogut ndërmjet shiave dhe sunive. Pas këtij domethënë ke Uthman el-Khamis. Është një i Kuvajtit. Ky domethënë është melem për shiat, edhe shpesh është parë në për debate. Sot e kësaj dite i ke janë debatet në Mustakile. Debate themi me muj, të gjata dhe të thella. Do të thonë njeriu dënjerë vetëm ai çka dëshiron atë çështjen akademike, ai mund të kesë sabër të dëgjojë. Ndërsa tek njerëzit e thjeshtë kjo vjen pak e rëndë për kuptim. Është domethënë Uthman el-Khamis edhe i diti çka është njëri prej nxënësve të Sheh Albanit rahimullah, mendoj që është gjallë, la Adnan el-Arura. Po, Adnan el-Aruri, po. Ki ka pas domethënë debate të mëdha me këta. Dënjëherë është problematike sepse shife kur diskutojmë tek 4 methebet Kurani, Suneti ke shumë lehtë me atë. Po, da. Mirë e kur nuk ta pranon prej start. Po, da. Ajetin nuk ta pranon, hadithin automatikisht i thuj Buhari Muslim edhe është shumë i kotë dhe i thot debatin nëse dëshiron të debatosh. Start ti pret kom, si thënë. S'ke ka që nisish. Shret ka të nisish. A duhet muslimanët suni të jenë të bashkuar me shiat? Këtu ka pas disa iniciativa, si me thonë, prej dietarëve pak ma liberal, si thujnë, se i ndihmon kjo islamit. Një prej tyre është edhe Allah e mëshiroft doktor Jusuf El Kardavi, u nderuar. Po. Allah më shiroft, ka libra të përkthime shumë në gjuhën shqipe. Po. Thot unë këta të Saudis të më dukshin pak si ekstremtët. Nuk i mirësin parasysh të shiat, a unë mendoshim që këtë janë një pjesë e islamit dhe duhet t'i afrem. Edhe janë bërë disa seminare. Mirë po, në kohën e fundit të vërrejta që ka të djetarët e Arabisë Saudite kanë drejtë. Pse? Pëshim thot në seminare, organizishim thot të bimet të ndryshme, konferencat të ndryshme. Çdo kundi ku shkojshim, sidomos në shtetet evropiane, qeshin thot kanë i Husejniat. Xhamit të tyre janë Husejniat. Kur vike puna tek xhamit thot, sidomos Teheran thot nuk tolerojshin. Edhe në vendet shembull të Irakit ku janë pjesa e shiave thot edhe pas që nuk shkon me këta. Një prej tyre është edhe Mohamed Sibai, dhe kjo është mundu ma tanën logjike apo të kiasit, t'ja afron që ka t'jemi një umet, mirë por nuk ka pas herë për këtine dhe çdo herë ato kanë shiku punën e vetë dhe nuk janë marë ta shohin këtë tërsinë e umetit islam. Qëfëse shohim edhe në Perandorinë Osmane, shteti Safevit, sultanat kanë mërrit deri në pjesën e Vjenës, janë detyru të kthehen shkaku që janë sulmu prej brenda. Qëfëse shohim edhe në rastin e kohës Ibn Tejmijës në të kohë, tërka qenë lufta për Kutsin, kanë marron me Alhamdulillah. Mokalla. E vëren që ka i kanë marron në jahudive. Pa ajo që është më interesante, në qëfëse shef folim në librat e shiheve, nuk kanë gjihad, nuk kanë luftë të shetë. Është Humejni shembull që e ka bon këtë imamet ul-Faqih, vilayat ul-Faqih. Thët nuk duhet të shizmi tjese vetëm se si me thonë si sufizmi me një qosh ati, të rish me një teqje, ose të izolohesh në të shpellën, mirë po duhet pa tjetër të kese edhe politik. Dhe prej në 78, ndër i sot, do më thonë, këto aktivisht luftojnë edhe japin një zërt të madh, në qëfëse shofim ka shqit të neve muslimonve sunit, do më thonë ato dalin ma punëtor se ne. Edhe në këtë botë, Allah Zulgjilali jep ati i cili punon. Shpesh përshtrot një pyetje që pse hoxha perëndimi ose shtetet. Pse jehudit janë të fortë? Pse jehudit janë të fortë ose pse shtetet evropiane janë të forta? Unë shumë kam jetuar edhe në lindjen e mesme. Ti e shef se çfarë torture i bëhet punëtorit. Ose edhe këtu te ne. Ne muslimanë jemi, ama kur vjen puna te haki punëtorit jemi pak problematik. Në qoftë se shef në perëndim
i ka me kushtetut apo me ligj të garantume Shumë drejta ka. shumë drejta. Ibn Taymi rahimahullah thot një fjalë interesante, thot Allahu e ndihmon një popull që janë të drejtë edhe nëse janë Jahudi, Europiane, jo pa musliman. marrë parasysh janë. Allahu thot nuk e ngrit një popull edhe nëse janë musliman, të cilët bëjnë zullum, pa drejtësi. Për fat të keq, në qoftë se nuk kthehemi në veten tonë, Ashtu. Allahu dhul Xhelali ka tregu. Po, Ne do t'ju ndihmojmë ata të cilët e ndihmojmë fen tonë. Përderisa ne shpesh imamat, jo këtu tek ne, po. po edhe në tokat arabe. Në Sabah ankohen edhe thujnë të nderuar vëllezër hatibave, folni thot për namazin e sabahut se falim sabahin vet. Subhanallah. Si një njerë që ka nuk është i gatshëm dalet të falë namazin e sabahut mos pritne, se raj të bëjë sakrificë jetën e vet për t'i dalë sustret islamit. Po, subhanallah. Tek ne, sigur nuk dallon shijat me tarikatet, me sufit, bektashit, me dhebet. Kjo është një problem i madh. Për këtë arsye, shife, unë u ndala më shumë tek bindjet e shijave. Po, da. Të ato më kryesorët, akide, Akide, po. çështjet bazë të fesë të besimit. Sta potencuava këtu shembull çështjen e mestit mbi meste. E mohin këto edhe avariqt. Sta potencuava shembull çështjen e mutas. Po. Pse këto janë disa çështje që bëjnë shumë desh me islamin. Mirë po nuk hinë atje, pse kjo është problemi kyç që kemi në si musliman. Ndodhë të ne, shpesh, dhe njerë kemi pa dhe në përgjamia, pse falet ndryshe, thot ki, mendon se është shia, ose mendon që ka është me theb tjetër, mirë po nuk e din që ka këto 4 me thebet janë me një rrugë. Hak. Në është Ebu Hanifja, në është Imam Maliku, në është Imam Shafiu, në është Imam Hanbeli, rahimahullah. Krejt referencë kanë Kuranin edhe Sunetin. Pa dalim. I ke pastaj edhe atë tjetër një gjmanë edhe kiasin. Mirë po, pikat kryesuare nuk luajnë të këta. Po. Të fshiri që ka merë. Dhe njerë ka dalime, është shumë normale. Normale, po. 4 gishta, bot kuptimet janë të ndryshme. Po. Dikush prej dietarëve ka këtë mendim, dikush e ka atë mendim. Shpesh këtu të ne shembull unë kur shkoj në perëndim i ndrojnë në xhollar. Dhe një hoqë ka atë bot kuptimin e vet. Ki ka këtë kuptim, ai ka atë kuptim. Pse kjo është, nuk mund njerëzit të çesh një lini, një drejtim. Kemi rastin shembull edhe tek Abu Hanifa rahimullah. Në qoftë se shef nxënësin e tij, Abu Yusufin. Çka kur flitet në methebin Hanefi, kur mirret si referencë, pika e parë mirret Abu Hanifa, pastaj më njëherë pas tij mirret Abu Yusufi. Abu Yusufi, po. Kriter i methebit edhe mirët si referencë kur flet për këtë metheb. 70%, 2/3 të meseleve i ka në kundërshtim me Abu Hanifën. Që nuk të më thonë, ki që ka son është Hanefi. Po, da. Nuk mundet t'i bësh njerëzit një mende. Për në kone pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka pas raste që ka dikush e ka kuptu kështu hadithin, dikush kështu, është si rasti kur kanë shkuar në Benu Kurejda, ka thonë të mos e falë askush namazin vetëm se në Benu Kurejda. Dikush për sahabëve kanë falë në kohën e vetë. Ka thonë qëllimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë falet namazi. Pa marrë parasysh kunaze. Dikush prej sahabëve kanë kuptuar këtë hadithin, ka thonë jo. Pejgamberi ka thonë të falet vetëm se atje dhe i kanë falë atje. Pejgamberi nuk i ka qërtu të di grupet. Andaj bot kuptimet janë të lejume dhe nuk ka nevojë të hish në debat kote kur ai e ka bazë Kur'anin edhe Sunetin. Çka ka diçka të popull janë që ka për fat të keq ndodh është fanatizmi. Po. Fanatizmi kësa i thënë arabisht ta'assub. Kapet për atë vetën edhe mazallah se elshon. Edhe me i tregu ti hadith, ja, thot kështu është. Edhe dë njerë të këne thënë mos e graj se del diçka qeter dhe dhe një kufër. Dhe për këtë arsye dë njerë duhet të tërhiqesh. E shet që i ka gabim mos diskuto. Jo, s'ka me në asit nervat me asit. Dë njerë largimi nga debati është më i shnetshëm. Më i shnetshëm. Mos kur janë njerëzit që nuk kuptojnë. Po. Ande dhe fjale Aliut radiallahu anhu, pasi që kemi temën me Aliu, thot hadithu nase bima yafhamun. Folvu njerëzve në fe,
ashtu si kuptojnë. Që ato njohuri që ka i ka, si më ndë njerë plon shumë tek ato meselet, e të ridu në një këtë dhibullah vë Rasula, dëshirin i thët të përgjnishtin Allahun dhe të dërguarin e tij. Dhe nuk do më thonë çdo gjë që ka është në islam, të tregojsh njerëzve që nuk kanë nevojë për atë divergjencat të ndryshme që kanë ndodhur tek ulemat. Për këtë arsye edhe ulemat këtë kanë potencu kush i studion këto leshimet e dietarëve të zënde ka. Hinë anën e munafikëve. Andaj shpesh i shohim edhe orientalistat të cilët kanë desh gjend të meta në islam. Shumica prej tyre janë bua dhe muslimanë ndonjëherë. Po. Këto janë mundu të gjejnë ajete, hadithe dhe të kapin kontradikta për të lujt pastaj me muslimanë të cilët nuk kanë njohuri kafeja dhe ti çuditin, ti shtin hutin dyshim edhe ai të mos e don fenë e ty. Po, ndaj po. Shej, që për të parashin një pyetje shtash. A janë musliman shijat? Pyetje direkte kështu. Në bazë të shumicës të dietarëve që ka potencial, cekëm në fillim, llogaritën musliman. Dikush e ka pyetur Imam Malikun rahimahullah, ka thënë kanë pjesë në islam. Në çfarë se shohim një grup prej këtine më të vonshmeve për dietarë, pak janë të cilët nuk i llogaritin si musliman. Veçtu ka diçka tjetër. Ulemat kanë thënë në çfarë se disa çështje të cilët janë kufër, se i them kësaj të bardhës e zezë. Po, ne po. Në çfarë se thotë që Kurani nuk është s'ka zrip kiçka është ose diçka tjetër, atëherë ja unë ja ti musliman, ç'tash dikush e ka ta më. A kupton? Këtu nuk ka tolerancë. Mirë po në çështje që ka i potencuar, për shembull, se kanë pranuar mestin mbi meste ose vetë çështja e mestit problem më i vol, po. Këto shembull nuk janë çështje që kanë nxjerrin prej fesë. Po, po. Kurse çështjet që kanë patjetërsueshme të fesë, Kurani, me në darura që i thënë të kapshme të fesë patjetërsueshme, këto në qoftë si mohon atëherë është. Edhe ai i cili është sunni, nuk e mohon shembull namazin, e mohon Kur'anin. a që ka boll. Këtu i kemi ne disa musliman, për fat të ketë çka thotë ja thotë Islamin e pranoj thotë xha ma veç xhumon thotë ta fali. Ose doni tjetër, ala ma liberal, thotë xha veç Bajrami. Shumë thotë çdo xhumon thotë fali. Thotë ju thotë shumë ekstrem, thotë dënim gjotë thotë që i falin kapes, tepër. Kjo është Islami jot. Islami që ka thonë Korani, Suneti dhe Korani, Suneti ka komentet e dietarëve, nuk mundet se çallit çka im teket ta komentoj Koranin, ta komentoj hadisin. Edhe është i rujt me kjo fe, domethënë me kret me libra, me sen, me çdo gjë. A shej Aliu radiallahu anhu, pak folmi për Aliun radiallahu. Ka qenë djali i Hoxhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja ashtu edhe dhëndri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po. E dum Aliun radiallahu anhu, Po dhe. Elu Bejtin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë për familjen e tij, ne çdo herë jemi për krahas të Elu Bejtit, mirë po nuk shentrohet në islam askush përpas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po dhe. Këtu jemi edhe tek ëndrat, këto në qofse përgjithësisht mos hyet në kampanë e ëndrës të sufiti, ki e po ashtu të prom pejgamberin sallallahu alaihi wasallam tha kështu. Më u dietari më i madh i islamit. Edhe ka po një ëndër, inshallah ka po herë. Mirë po, ajo ëndër nuk bëhet fe. Po dhe, fe, s'kat. Elhamdulillah, ke po është herë për ti. Mirë po, këtë kthehet në atë, që ka ti të bësh fe dhe të bëhet pjesë islamit, nuk bëhet. Andaj edhe këta shaja u Alijen, kinë se i kanë dalë kra Aliut radiallahu anhu, mirë po i kanë tepru shijat në lavdrimin e Aliut radiallahu anhu, derisa disa sekte ekstremet, çdo herë nuk them krejt për tyre, kanë mrit deri në atë që i kanë thonë edhe në dhubillah edhe Zot. Në kësi rast shembull, ka këtu shembull budallakia. Musliman, as janë musliman, këto janë shumë qartës që nuk ka nevojë të diskutohen. E të kemi edhe në luftë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur jap flamurin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një ashtu në çfarë themi ja kanë marrë Abu Bekri dhe Omeri radiallahu anhu, Aliu radiallahu anhu, kuri nuk njihet në histori që ka të ketë bëndë një puç. Ose pretendus. Ose të folit diçka keq. Asnjëherë, çdo herë ka respektuar Abu Bekrin, ka respektuar Omerin, Uthmanin radiallahu anhu, dhe në çdo luftë, çdo kund i shef,
të katërtit. Çdo herë pejgamberi sallallahu këto i ka përgëzuar me xhenet, me një mexhlis që kanë 10 Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Alia, Abdurrahman ibn Sa'di radiallahu anhu kështu me radhë. Kjo nënkupton çka ne e respektojmë Aliun radiallahu anhu, mirë po si kalifi i drejtë i muslimanëve pas Uthmanit radiallahu anhu. Po plus e cekëm edhe këtë çështje, në qoftë edhe tek ne sunet nuk bën dëm të madh, në qoftë se thotë Ebu Bekri, Po. jo Ebu Bekri Aliu. Po da. Nuk prish punë kjo. Mirë po kur vjen puna e këtij itikadeve, besimeve në akide, Po. nuk e pranon Kur'anin, nuk e pranon sunetin, totalisht se pranon. Çka problem? Këtu Hajde që po të lejojnë, Aliu është më i mirë se Ebu Bekri. Hajde, je pikë se ti. Po të lejojnë, ama në Kur'an mos prek në hadith. Çka problem, apo? Çka ti të dosh me thonë? po edhe kjo është unë shpesh dënjerë edhe dikush që ka pak ka lexuar për Islamin andaj edhe unë se pele kush jam. Po ne. Mirë po, Imam Ahmed rahimullah thot një fjalë, njeriu thot kur lexon pak, çdo gjë e fetva. Çështjet më thoja. Çka ti se ku të kape i qet ata, si më thon, tërven kartonin e kuçën një. I të që të verdhën. Kur lexon thot pak më tepër, atëherë fillon edhe Po da. të rriqet. Kur i lexon thotë edhe e kfalet e ulemave, mendimet, fjalët e ndryshme në historinë islame, në fikun islam, në akiden e islamit, flet pak. Andaj nuk ka nevojë shumë, domethënë, unë i shoh disa ka dëgju dënjerë për shiave, ja thot nuk i pranojmë hadithet e pejgamberit sallallahu ose ku diçka. Krejt ata të cilët nuk e pasojnë sunetin e pejgamberit sallallahu nuk kanë përfundim, edhe në qoftë se shoh për shembull kur lexosh edhe në sektet islame, i vëren se i kanë çështje të përzime. Nuk e din se ku kapët. Në qoftë se e kap e lë sunetin mirë në Koran dhe në sunet, nuk e një shumë filozofi, nuk e lodh vetëm, i e shumë i qartë. Kjo halal, kjo haram. Namazi, haç, mbulesa, largopi haramit, Buhariu muslimit i ka hadithet, u kri mabit. Zikati e krim punën e ekonomisë, në shpeshta, me dhanë miliarderat musliman zikatin, i kanë bërë një analizë, me pas edhe 8 herë botën, që fse sot ka 8 miliard, me pas edhe 8 herë më shumë se ka, nuk ngel ku një fukara. Po valla. Vetëm zikatin të hapim, bisedojmë për miliarderat, njerëzit që kanë. Në përgjithësi i shohim çka me zikatin mirën masa jo mesatare, pa të më të thjeshtit e japin. Hoxh, kum dëgju një ngjarje, nëse e di mirë i shkon me tregu për shikuesit, është interesante kur di student iranian Medine kanë ndosh vorrin e Ebu Bekrit, Omerit. Jo, kjo ka qenë prej jaudive. Vorrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në kohën e Osmanlive. Sa e kam lexuar. Do më thonë shtiren si njerëz devotshëm. Pse e kanë qenë jaudit të Yemenit. E kanë pas çka njerëzit turën shumë, si më thon ka vizitor. Fitohet para për vizita që ka vinë në Medine. Dhe thonë si të arrim venin tonë që këto jaudit ta shëntrojmë. Në qoftë se e bim trupin e këtij atje, të tjesë ma lejet, të vinë atje. Edhe fillojnë një kohë gjatë rinë, bon njerëz devotshëm, sa që njerëzit nuk dishojnë të këta. Mirë po gjatë kohës së natës kanë grupu në tokë. Tunela. Po, derisa mrin tek afër trupit të pejgamberit. Në atë kohë nuk ka qenë izolum shumë. Po, dhe po. Sot me shku të më thonë, ka për sigurit madhe. Edhe dikush i del në ndër këti njënit prej imamave, halifëve të asaj kohë që kënë Osmanlive, thotë dëshirojnë të marrin mu. Pejgamberi del në ndër. Edhe ki duke të ndër çuditshme thotë jetë flenë. Prapë edhe njëta, atëherë urdhnon ushtrin, kur i kapin këta personat, edhe i dënojnë, i zbulojnë. Pas kësaj, pastaj nisën edhe e izolon mirat, varin të mos kese kësi iniciativa, kjo, anse Allah gjëshanu e rumë pejgamberin se gjallë dhe të dekt. Edhe ajeti Kur'anit që ka është, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne kemi zbrit Kur'anin dhe ne e mbrojmë ata. Foli njerëzit, foli islamofoba, ku diçka.
Kot e kanë. Karavane hecën, shifni me ardh, mund ta shohësh edhe në pjesën nalta që në Islam, ku ishte 21 orë 35 minuta dita xhunishin. Plus falshin edhe taravih. Shifi ku ka mërënjit Islami. Norvegjia që ne. Kot e kje, ti veç mund folish në disa raste në Norvegji. Kalze edhe njerëz që se shumë më pëlqej. Iftarin sa ishte? Ko pas edhe një shkrim për këtë. 21 orë 35 minuta. Kështu në akşam sa ishte? Iftari dhe më thonë vike 11:05 minuta, unë këmë qenë Ora 23 iftar. Po. Edhe si firi ishte në 2 gjims. Dhe kërë për cilën gjemati mu më thanë, o gjemati, për të ardhe dhe një anë më thanë të Norvegji. Ama Islami ka mërija dhe gje, te arushat e bardha. Qëka ishte më interesant kër ishëm atje dhe kam bodha një konferencë ta. Po. Edhe stuj ne, nuk kina gjemat, që me thanë, s'kina njërës nuk na viziton kërkush. Çka të bëjmë me kisha, do të mirë mba, në shteti të ridikon dimon mi pa, vinë komat vështira. Njëni më ishën qëtë ka qenë për atin e priftrive. E i thot, jep një vetët muslimanve, sa të më zarë gjenat, falen në rrugë. Edhe me i madhi thot, heshti thot që s'merë veshtet, çka du të thëmë, kjo është mirësia Allah dhul Gjelal, edhe pse nuk kanë kuni farë ndim për shteteve, elhamdulillah, kur t'i shofish të organizom, i kanë do përdru me do mesgjide, a i njeriu kër e ka besimin, për marë prasish ku i lutët Allahot, kur është njeriu i qetë. Normal. Shej, Allah i që përbleft, mendoj që pak kontribuum rrëth disa njohuri u dham shikuzve për shizmin, shijat, kush janë, si janë, amo të shepash, nuk ka armitësi, ha? Dërmjet shijeve dhe sunive. Nuk ka nevojë të kesë armitësi. Harova të potencen kohën, dikush thot si mundet në kohën Omer Abdulazizit. Ka pas pjesa e Irakit, ka pas problem. Nuk ka pas kësi lëvizje apo përçarje. Pse ki ka majt, si thrim një fjallë, thrim në kopluk kushnic. As mos më ngucni, as nuk ngucni. Përgjithsi, hilafetet islame, që nga shtetet islame, i kanë majt në këtë mënyrë, dhe më thonë, nuk... Mirë po, kjo që tash që ka në shembull e tregova, se ka qëllimet e veta, revolucioni islamik e Iranit, ki njerëzit e vetë që kanë shembull Huthit, milishijat që kanë në pjesën e Irakit, Siris, dhe më thonë, këto kanë bo gërdi. Në Siri, 1 milion muslimanë. 1 milion janë të vëram, Siria është gërdi, Iraki është gërdi, edhe pse kur njëherë në sunit këto nuk, sigur i kemi mshelë sytë, edhe pse shifen. Kurin nuk ka ndodhë masakrat të mërshme, ndaj shijave prej sunive. Pse? Sepse kanë qenë një pjesë që nuk janë marrë shumë me politikë, kur vjen ki Khomeini, do më thonë e bën këtë vilayetul faqih, edhe që ta shtot edhe ne duhet minë pak me shtet, me luft, me këtë diçka. Edhe për fakt të keq umeti janë të pa sherën. Lusim Allahun dhul Gjelal, muslimant e vërtet, sunit, të qohën prej gjumi, sepse mund të kesh kuptuar dikush këtë, se shpesh e bin, Irani numër 1, thot, ku janë të tjertë? Këto tjertë i ka zonë gjumi, s'kemi që ka të bëjmë. Pejgamberi s.a.s. e ka përshkruajtur, thot, do të jeni shumë, o lakin gutha i sel. Numri madh, e mirë po jeni si shkuma e detit, pa vlerë. Nuk jeni ati ku duhet me i pohatë, kryetarët e muslimanëve, këtu e kemi edhe një fjalë të Ibn Uthayminit rahimahullah, njëri prej dietarëve bashkohor, kur dikush e pyet për shahidat dëshmorët në Gaza. Nuk është sot kjo është për moti. Çështja e Palestinës. Mirë po sot shkaku i Facebookit, i rrjeteve sociale është bën shumë e njohur. I thot një fjalë interesante dëgjova, tha nuk më dhimbën ata të cilët vdesin. Ato biidhnillah, tha, me lenin Allahut krejt janë shahida, janë dëshmor. Tek Allahu. Në xhenet shkojnë ata. Mu tha më dhimbën kryetarët e muslimanëve se si do t'i dalin përpara Allahut. Përgjithësia bie tek kryetarët e muslimanëve. Ata të cilët e lipin votën, ata të cilët me mishe me shpirt mundohen t'i mbajnë kariket, ndërsa kur vjen puna të dalë Zot, atë përgjithësinë të cilën ja ke dorëzuar atij nuk del Zot. Andaj defekti më i madh tek muslimanët është tek prisi ton. Po prap ne si musliman, lutim Allahun dhul Gjelal ti permision krejt kryetarët ton, qofshin këtu, qofshin edhe në tokat arabe dhe në përgjithësi në krejt botën islame. Shej në gjatë, Allah të shpërbleft, e faleminderit
për pjesëmarrje e shifemi. Kena me diskutu edhe tema tjera në ardhmëri inshallah. Inshallah. Bet hejbet, këtë këto sejnet. Dë njerë u largohëm detajeve, shkaku që me hi shumë detaj më zgjatët edhe do shta vjen pak e tepërt për podcastet dhe për shqyqosi. Allah i shpërbleft, e falenderoj shumë. Shikues të nderuar, më kishte hoxha i nderuar Nexhat Ceka, ndërsa ne shifemi javën e ardhshme, të interesuarit për me na sponsoru dhe me na mirëmbajt neve ekipit ton 6 anëtarësh, mund të lajmëroni në telefonin para ekranit e shifemi inshallah javën e ardhshme. Selam aleikum.